Edhe në të fushat që jemi tash, ka një refuzim gati se kategorik të partijës po shtetë, mas shumë, se është me e madhja, për me folë për çka kemi bërë të nesërmen e pas zgjedhjeve. Dhe në këtë drejtim unë mendoj që kjo pastaj po e ka ndikimin në mënyrën që po mendojnë njerëzit. Kur të krijosh një situatë ku s'ka të ardhme, 100 euro të sotit janë gjëja më e mirë që mund më të ndodhë jetë. Apo jo? Po me qenë si e ka e sheh. Po pra, se nëse s'ka të ardhme, atë për marrë 100 euro sot, e le të bëhet çka të bëhet. Na kemi kaluar në një shoqëni që jeton sot për nesër. E nuk ka gjë më të dëmshme në kolektivisht se me kaluar që si modusi të veprimit të mendimit. Unë i takoj gjeneratës e cila e ka jetu s'paku një dekad, kur e nesërmja e ka pas kuptimin e të shtundës. Pra, s'ka ekzistu si nocion abstrakt mbi Allmënin. E nesërmja është dita e nesërme. Edhe unë për një me kom mendu që ajo është kohë e kalume. Mirë po, padin nuk po du vazhdimisht mu këthyn këtë, po është, që shme thonë, është për qëndrimi jemi që sa kohë, ajo është prej qkafit po pësojmë na mas shumëti. Edhe jëmë të e pa që shpërdorimi i normave të etikës publike tash është ndru, është institucionalizu. Pra, një send është kur shoqënia me zveti i shpërdor normat etike, e një send është kur pushteti politik angazhohet në shpërdorim të etikës publike. Kjo që aty u bo me qëto ndihma, me qëtë sadaka qeveritare, kjo është përdorim, për mu është përdorim i disa segmenteve të etikës publike, shumë ma shumë. Qëta do me thonë që se përmende më herët, prandaj do është ta më këthuj se mu që e më dëkshëm e vleshme, se të jethe më herët që kjo mund vendosë si president. O mendoj që qytetarët e Kosovës, veprimin e sotëm të qeverisë, pavarësisht nëse ju konvenon financiarisht se jo, do të në kohën me mendu që ka nëse në të armën se cili vepran qështu. Edhe ka me vepru disa. Që kjo është problemi. Se na e dim që ka me vepru. Zakonisht krahasimet e qeverive janë bërë çka kanë bërë ata të kaluamën, apo bën ky më mirë apo bën më keq. Jo, çka nëse çështu si ky kanë bërë të ndërmjet. Po se sot grupi yt është në pushtet, nesër si je. Po se cila qeveri nesër guxon mos më shpërndo para. Po të? Nëse kjo i ka shpërndo, e ti vjen nesër dhe nuk i shpërndon para, sikur qeveria para teje, ti konsiderohesh si qeveri që duhet mirëzu.